Një situatë e pakëndshme ka ndodhur të martën në emisionin Pressing në T7, pasi në studio ka eskaluar debati mes deputetit të listës Guxon Nezir Kraki dhe gazetarit Pari Molluri. E pas kësaj, një reagime ka bërë edhe ministrja në detyrë të punëve të jashtme Donika Gërvalla duke kritikuar televizionin, moderatorin dhe gazetarin. Televizion Rrugaç, moderator Rrugaç, analist mercenar Rrugaç, por me profesor Nezir Krakin kote keni, as nuk mateni, as nuk e dilni dot. Në mes të llumit tuaj shkëlqen dia dhe digniteti i tij, marrë ju koft, ka shkruar Donika Gërvalla. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës ka reaguar rreth kësaj, duke thënë se gjua e saj është e papranueshme. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës e vlerëson si të papranueshme dhe të padinjitetshme. Për postin që mban sulmin me gjuhë të ulët të zëvendës kryeministres në detyrë Donika Gërvalla dhe televizionit shtat dhe gazetarit Leonard Kërçukuj, autori i emisionit Pressing, AGK-ja dënon ashpër një fjalor të tillë nga një zyrtare lartë e shtetit që synon të minojë punën e televizionit dhe gazetarisë në një medium ku ajo vetë ka dhënë intervista. AKG-ja njofton zyrtarët e qeverisë në detyrë dhe profesorësit e Partisë Shumicë të mandatit të kaluar që të tregohen të përmbajtur në reagimet e tyre publike duke mos vazhduar me sulme frontale ndaj mediave. AGK-ja dënon çdo formë dhune dhe mungesë tolerance që manifestohet në transmetimet e drejtpërdrejta të debateve politike.